Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile si institucion përgjegjës për zvogëlimin e riskut dhe koordinimin e gjithë institucioneve në nivel kombëtar në rastin e menaxhimit të emergjencave civile dhe të fatkeqësive natyrore është vënë mënyrë në dieni për problematikën e krijuar në bllokimin e aksit rrugor Librazh-Prenjas dhe mënyrë ka komunikuar dhe ka vijuar kontaktet intensive me autoritetin rrugor si institucioni kryesor i drejt për drejt i menaxhimit të kësaj situate, duke pasur parasysh që një nga misionet kryesore të mbrojtjes civile është pikërisht jeta dhe shëndeti i qytetarëve, janë vënë në dieni dhe kemi komunikuar pothuajse në mënyrë të drejt për drejt mediatike apo dhe në komunikim me të gjitha strukturat vendore, duke angazhuar dhe ngritur në gatishmëri të plotë strukturat e emergjencave në nivel vendor, rajonal dhe kombëtar. Qendra Kombëtare e Emergjencave Civile është tashmë në gatishmëri të plotë 24/7 për të komunikuar drejt për drejt për të gjitha nevojat që do të ketë ky komunitet përreth këtij segmenti, por njëkohësisht edhe për të orientuar dhe për të qartësuar saktësisht edhe lëvizjen e qytetarëve apo për të përcaktuar hotspotet e nevojshme në rastin në rastin e një nevoje tjetër që mund të dalë për shkak të bllokimit të këtij aksi rrugor. Duhet të theksoj se në dokumentin e vlerësimit të riskut të përcaktuar me akt normativ, një nga fenomenet natyrore është edhe rrëshqitja, bllokimi i rrugëve apo rënja e ortegjve dhe në këtë rast jemi pikërisht në rastin e një emergjence të rrëshqitjes së masive, e cila do të dojë patjetër sigurisht ndërhyrjen apo dhe koordinimin e të gjitha institucioneve. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është në gatishmëri të plotë me të gjitha institucionet në nivel qendror dhe strukturat për çdo nevojë, qoftë me forcat e armatosura, policinë e shtetit, urgjencë mjekësore apo dhe mbrojtje nga zjarri dhe shpëtimi për të mbështetur autoritetin rrugor dhe të gjitha institucionet e tjera deri në hapjen e aksesit të plot të këtij segmenti. Faleminderit.